Mirëmbrëma shikues të televizionit Syri, mirëmbrëma shqiptar kudo që jeni, mirëmbrëma bashkëadhetari yni Xhem Rexhepi që na ndjek tani për tani drejt për së drejti. Po takohemi sërish drejt për së drejti në emisionin bashkë me Sali Sefën. Përballë meje kam një personalitet të nderuar me kontributat e larta kombëtare. Ai është veteran i ushtrisë shqiptare me gradën major, i shef i operative së brigadës 173 Gursel dhe Bajram Sulejmani, shquhet për vendosmëri dhe karakter të paluhatshëm, ish ushtari OÇK-s për 15 muaj, pjesëmarrës në betejën e Zhegovcit dhe në betejën tetare të Llapashticës në Llap, është ekonomist i diplomuar në fushën e ndërmarrjes, pas lufte është rikthyer sërish studimeve, duke përfunduar me sukses si ekspert ndërkombëtar në ligjen e prokurimit. Është njohës i mirë i gjuhës angleze, ka qenë edhe kandidat për deputet nga lista Koalicioni për Familjen. I nderuar Milaim Sulejmani, mirë se erdhe në televizion Syri dhe në emisionin bashkë me Sali Sefën. Mirë se ju gjitha, falenderoj nga zemra, ndihmë jashtëzakonisht i privilegjuar që jam pjesë emisionit tuaj dhe mosafer në këtë studio. Është kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. I nderuar Milaim, ju i takoni brigadës 173 Gursel dhe Bajram Sulejmanit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në fillim të emisionit kam një pyetje të jo zakonshme. Ju keni qenë shefi operative së brigadës 173 Gursel Sulejmani. Unë i takoj gjeneratës së shokëve të Gurselit që kemi qenë bashk në burgun e Nishit. Gursel Sulejmani ishte një djalë i artit, një djalë i pushkës, një djalë i besës. Si do t'ishe nije ti, po t'ishim t'i ndrojmë vendet në vendin tim? Vërtet ju e filluat këtë emision me një pyetje vetë cilësuar ashtu të jashtëzakonshme dhe na bën të ndihemi jashtëzakonisht mirë dhe e ndihmë se Gurseli, fytyra e tij, vepra e tij vazhdon të bashkon popullin tonë, të bashkon gjeneratat, të bashkon segmentet të ndryshme të shoqërisë. Ne po kemi rastin për herë të parë takohemi. Unë kam pas fatin pak ta një personalisht, po kam pas kënaqësinë dhe nderin të jem pjesë e një brigade të lavdishme, e cila me kranëri ka mbajt emrin e Gursel dhe Bajram Sulejmanit, i cili kuptova se ju keni qenë shok i burgut, me thonë, me të vërtetë është një refleksion që tregon dëshmorët megjithatë reflektojnë fuqishëm në lirinë tonë, në shtetin tonë dhe në shoqërinë tonë, pavarësisht në cilat polet të globit gjenden shqiptarët. E ceka që keni qenë drejt për së drejti pjesëmarrës i 2 betejave të mëdha, a kishe mundur të na ndash për shikuesit tonë, por edhe për mua, si keni përjetuar një përjetim që përjetuat në do 2 beteja? Vërtet çështja e veteranëve edhe përjetimin në beteja është vështirë të përshkruhet, ato përjetohen, ato jetohen, ato bëhen. Në momentin që e bën, njeri nuk është në gjendje të mendoj për kurrë tjetër, përpos të kaloj suksesshëm në atë betejë. Ta zëm gjatë qëndrimit tonë në Llap, unë i përshëndes të gjithë veteranët e UÇK-s, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe të gjithë ata të cilët kanë kontribuar në çfarëdo forme për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Kam pas fatin që si pjesë e zonës Karadakut përmes shtabeve respektive me 50 bashkëluftar të tjerë të jam në Llap me detyra të caktuara dhe atje pas sistemimeve që i bën për këta 50 ushtar, unë po të fatin rastin me 12 të tjerë, realisht në nga përzgjodhën, për jep do detaje në mënyrë që edhe shikuesi juaj të jetë i kompletuar me informata
për faktin se në shumë raste ne dëgjojmë se ushtarët kanë hyrë pa përgatitur në fronte, e cila nuk ka qëndruar së paku për pjesën ku unë kam qenë dhe ku kemi qenë së bashku me ushtarë. Ne në Llapi mbajtëm trajnimet intensive një javore dhe pas kësaj pyetën kush janë ata, a kanë nga ndokush prej neve të cilët i kemi të përfunduar shërbimin ushtarak jugosllav për shkak të pjekurisë edhe përvojës me armë, me trajnime tjera. Unë isha në mesin e tyre dhe ne patëm fatin të jemi ushtar të sistemuar në fshatin Obronç të lagja Durrësve të Tobut të Llapasticës. Momenti më kulminant, më i ndihshëm, më krenar, mbase më ka bën që të jam pastaj pjesë e ekuipazhit të obzhive, të topit padridhje që kemi pas, dhe momenti i cili nuk përshkruhet, nuk ndërrohet, nuk ka vlerë që barazon e bën secilin ushtar të përmbushur, është kur ne kemi gjujt tankën e serbëve, edhe kemi rrok me çat top që kemi pas. Prezent kemi qenë, unë kam qenë Bushës në top, shënjësor ka qenë poshtë një Milajm tjetër, Milajm Bibishi, që e përshëndes, ka qenë Fadil Dervishulli, Ahmet Avdiu, edhe një bradoshit Asipi, bradoshit në atë moment kur e kemi gjujt një tankun, dhe kur e rrokim një tank, krijohet tëm i formës bërthom, kështu këpurdhës, qëtë tymi, nuk e kallëm tankun, për faktin se ku e di ku e kemi rrok, aja vazhdoj në ikje, dhe ishte një brëhëritje e të gjithë ushtarëve me ovacion ato që ka ndodhin në këto raste, në këto momente. Kjo sa i përket në pikat shkurta Llapit. Për ndryshe në Zhegovc, kam qenë të Tobut të Llapasticës, ato është momente shumë kritik, kemi qenë 17 vjet në pikën te Kurdjovit që quhet, në pjesën lindore të Zhegovcit nga ana e Gjilanit, andej edhe ka pritej sulmi eventual i forcave okupuese serboslave. Momenti më i vështirë ka qenë kur është Pajazit Ahmeti dëshmori por në luftime, edhe ka ardhi plagosur të ne, është tërhiq ditë pjesa të ne, po flasim për një afërsi rreth 100 metra, të cilët tash ne nuk mund ta përshkruaj atë momentin dhe rum, pavarësisht që e vlerësoj kohën e juaj të çmuar dhe shikues që na shikojnë. Vinte në përkrahje për neve një vetur gjip që i thëjmë ne, i vogël Suzuki Vitara, edhe vitën drejtim të nesh, ne nuk ishmi në rrugën e kishin marrë forcat sërbe, kishmi po në shtëpi ku kanë hyrë atë me një shtëpi, njësi elitare të cilat e zhvillonin vijën e sulmit, po flas në zhargonin ushtarak dhe të luftës, në atë mënyrë që ne në trajnime a mujshme me bon, s'mujshme me bon, ata bëjshin në live, bëjshin betej që tregante se ata ishin njësi super speciale të tyre. Dhe ne për ta ndalë gjipin që mos të vije, kemi gjujt me shok në armiq, megjithatë gjipi prej krismave nuk ka mund të orientohet ka në prit klasike, aty bie dëshmori, siç e thash Pajazit Ahmeti, dhe deri tani vetë tërhiqet ushtari Afrim Myrtaj, të cilin e përshëndes krahas të gjithë ushtarëve të tjerë, bashkëluftarë pjesëmarrës të asaj betejë, të asaj pike dhe të pikave tjera, gjithsesi, i cili para këtë dite po flas në këtë rast për afrimin ushtarin Afrim Myrtaj, i cili këtë ditë mori një mirënjohje dhe ja uroj prej kësaj studio televizive të juaja, nuk e kum po dje ose pardje e mori një mirënjohje prej komandos rajonale të Gjilanit. Çka ishte pika kritike të cilën pe përmeni gjithnjë duke pas kujdes që kur flitet për çështje të betejave, kur flitet për bashkëluftar, kur flitet për ushtarin e OÇK-s dhe ushtrin si të tillë, ne do të jemi shumë të kujdesshëm, mos të bim prej që ne ndoshta është vjen të keq ta them, po ne lajmeve, informatave të dobta, të pasuksesshme, mos ti cilësoj me epitete tjera, shumë lehtë ju besojmë dhe për një herë po e pranojmë si të tillë, po kur flasim për heroizma, kur flasim për vlera, çdo herë diçysh hezitojmë, a bon se kjo punë është bë kështu. Është modestia në pyetja apo pse? Po flas populli që gjykon. Ndoshta
nëse flasmi për modesti, është modestia ushtarëve, bashkëpunëtorëve të cilët hezitojnë në për studio, po flas personalisht, dhe para afërsisht 4-5 viteve kam hezituar të flas edhe unë. Dyqysh më ka dukur sikur që nënvlerësoj atë pjesë modeste ta quaj tani se kur nuk është shumë, as nuk është mjaftueshëm të bëhet për vendin dhe të bëhet për lirinë e një shteti, për lirinë e një vendi. Në këtë rast me përmeni si detaj se çështja e plagosjes edhe ardhjes të ne e afrimit është komentuar në Gjilan dhe nonën tonë në dy mënyra të cilat nduke janë kontradiktore, që dua ta them në këtë rast, më falni për kohën që pes Zoti, afrimi erdhi me një shpirt të ne. I kishte mbi 10 plagë. Kërkesën e parë e boni, lemna një bombe, amna një bombe dhe lenëm këto. Personalisht këmë thonë se kisha ofër, jo thash kur nuk lëm. Me një bashkëluftar që tani është në këtë pjesë të Zvicrës ose të Francës, Arben Ahmeti, dhe përparen mujën që kemi qenë më ofër, ja kemi dhonë ndihmën e parë, realisht ata më shumë se sa unë, edhe unë e kom dëgju akcenti i kësaj bisede, thejlbi është, ai supporti ka thonë amna një bomb edhe lënëm këto. Ne kemi thonë nuk të lëmë kurse si. Do të ta i ka pas qëllim që me atë bomb pa i ka pas që të vetë sakrifikohet, ai ka po vdekjen me sy në gjuhën ma të thjesht që flasim, edhe mas pak minutave, sa ai ka hecë për 8 shpatës, si thotë, ai ka pas shumë ofër vdekjen në gjykimin njerëzor se sa jetën. Po ashtu edhe ne ishmi të rrethuar praktikisht, të rrethuar në ka të gjitha anët. Pastaj, mas pak minutave, kur oni një farë është stabilizu, se ato jenë ndjenja njerëzore që njeri e rok panika, friga, dëshira për me jetu, dëshira me sulmu, jenë njerëzore këto në mënyrë me të thjesht, edhe ai mas ma vonë thotë, aman mos u mleni. Tash një pjesë ushtarëve ka dëgju këtë pjesën, aman mos u mleni, jemi 2-3 vetë që kemi dëgju edhe pjesën e parë dhe kemi bon që mos edhe në shumë raste, kur na ka dhënë rasti, edhe në fjalime për përvjetëret betejës, jemi mënon ta shpjegojmë këtë aspekt, këtë rast që ka ndodhur dhe njëkohësisht të tërhiqmë vërejtjen te ata që flasin për luftar, që flasin për dëshmor, e për të plagosur invalid edhe për veteran, të jenë të kujdesshëm sepse në këto raste mund të jenë me shumë se sa një e vërtet. Dhe o vështirë, ta së më ne kështu me një ndeshje të futbollit, si dhe komentem prej kondit të vetë. Lema ata trajnerët, ata që mirën atë. Ndërsa të flitet për luftime, po nuk mërosh me përshkru mënyrën si cili e ka përjetu. Si cili e ka përjetu ndryshe. Pak ndashta e zgjata, po kjo ishte në pikat shkurta, që të 2 momente ishin. Unë vetëm desha që nga emisioni im këtu bashkë me Salisefën Spari t'ju përkulem të gjithë herojve dhe dëshmorëve të kombit, t'i përshëndesim të gjithë veteranët e luftës Shoqërisë Shqiptare të Kosovës dhe t'ju japim mirënjohjen e merituar të gjithëve, sepse në luftë nuk shkohet për me bë aheng. Në luftë mund shkohet dhe të vdiset. Dhe secilin nga ju e keni patë. Andaj meritat e juaja, puna juaj, lufta juaj është dhuratë sot liria jonë. Ju falenderit shumë për krejt atë që keni bërë. Falenderit për juve, jo në botë kuptimin tim, edhe në pikpamjen time, as një ushtar nuk ka dëshirë, as nuk e kërkon që kërkush t'i përkullit. Unë ju marrë me mend se ju për shkak të respektit të madh e bëni këto. Pa dëshim që është secili ushtar me lirin, ato që i thatë ju, ato që ndrojnë. Kërkush se ka marrë pushkën, me llogaritë se nesër çka do të bëj, kush ka menuar që realisht ne jemi shëruar më shpejt se sa kemi menduar. Bilion peshëzerosin këtu për herë të parë publikisht pi kërkoj falje gruas time, të cilës pak ka fillimi qershori, dikun duke biseduar po bëhet tha gruan ja mund të takur me zë takurmi. Thash ka bobo ky gruan e bën tjetri gruan millët po nuk e kemi prit as shpejt se do të vijë liria. Por ndryshe secili ushtar, secili veteran është i përmbushur me liri. Nuk ka çmim, as nuk ka vlerë, as nuk ka nevojë të po respekt për faktin se duke u respektuar ushtari i ushqykës, duke u respektuar
vlerat e luftës. Tha, nëse në përkëmbën këto vlera, në përkëmbën atakohen edhe bazamenti i shtetit. Pa luftë, të gjithë do të jemi të vetëdijshëm, pa e anashkalu dhe pa e na i kemi këtë temë për ndryshe kontributi homogenizimi, ta përmendi për mos mundi njerëz indiferent, homogenizimi dhe politika e 89 dejte parafërsisht dejte lufta e ka pas efektin e vet të sensibilizimit mbase në përmosa ndërkombëtare, të homogenizimit pse u bë pajtimi i gjatë, u bë për këtë arsye. Edhe rrjedhimisht në këtë kuptim pa luftë e kanë thonë edhe të tjerët edhe fytyra ndërkombëtare edhe vendore sene, ne nuk do ta kishim këtë liri, këtë shtet. Po kthehemi jetës. Tash pas lufte keni shërbyer në disa digastere nga drejtori në komunën e Vitis, pastaj në TMK, postet e tjera. Por në fund ju shtyri diçka të ktheheni edhe në politikë. Çka ndodhi? Realisht më provova në zgjedhjet e kaluara të mirë pak me politikë që do ta lëm pjesën e fundit kësaj përgjigje. Pjesa e pas luftës, unë isha gjatë qeverisë përkohshme të Kosovës i emëruar drejtor për planifikim, rindërtim dhe zhvillim komunën e Vitis. Ishin ato kohra kur ne krahas regjistrimit qytetës, gjetjes viktimave të luftës, ushtarëve, të zhdukurve, ishte normale përpjekjet e para për konsolidimin e pushtetit ton, për herë të parë shqiptar vendor në pavarësisht që e kishme edhe mikun, edhe konsolidimin e zhvillimit eventual ekonomik për atë kohë. Ishte kohë e shkurtër, por o fjala për pjesën e dytë të vitit 1999, qershor dhe dhjetor. Pastaj me që unë kisha fakultetin, kam mbaruar 1993, fakultetin ekonomik, lindi nevoja edhe kërkesa që të kalojnë shtab përgjithshëm TMK, e cila është pjesa më krenare e karrierës time profesionale. Unë kam punu 4 vite në TMK, në aspektin profesional, pavarësisht që s'kishmi paga, i kishmi 200-300 euro mark që ka fillu, jetoja në Slatin, ato shkonin shpenzimet rrugës, po i falenderoj vllaznin këtë rast që disoj pot këtu, diso atje, nuk kanë hezituar na mbështesin për çdo rast, besabes edhe se kanë pasore në atë kohë se ishmi bashkësi familjare, që kemi qenë bashkësit më familjare, pak shako, për ndryshe pjesa ka qenë jashtëzakonisht pjesë krenore, ne pavarësisht që në aspektin legal TMK-ja ka qenë me një status si ka qenë, që është ne e dim, populli, qytetarët, ne na njinin si ushtar, ne veten e dinim si ushtar. Organizimin e kishmi tipik ushtarak. Edhe pse nuk ishte e njoftër si ushtar ndërkombëtar, po megjithatë ju ndihesh ushtar. Ishte misioni i TMK-s ishte civil, misioni i KB-s mos monol si tilla mbikëqyrja e jomë trajnimit, po mbështetja ka qenë e fuqishme. Po gjatë asaj kohe, a kishi direkt të thotë përgatitje dhe kontakte me armë? Armë kanë pas një pjesë e saktume e ushtarve, të cilët armë të gjata, të cilët kanë barujen, armë të shkurta kanë pas rastin edhe me pas armën me le armën e shkurt, për shkak detyrës që e bëja, jo të gjithë kanë qenë të armatosur, me rëndësi. TMK-ja është baza e FSK-s. Është baza e FSK-s. Unë kam qenë oficir për buxhet. Kur e kam përgatitur planin buxhetor për TMK-n, kolonel Anderson, Amerikan ka qenë, unë thesha plani ushtrisë, është kë. A di këtë din që si një ushtar, halo. Edhe ai ka qenë kolonel aktiv i ushtrisë amerikane. Po edhe ata na kanë përgatitur bazën për një ushtri moderne, tash të bëhemi realista. Ne dilnim nga lufta. Shteti i Kosovës, qytetarët dilin, populli dilte nga lufta. Ne në luftë, ushtarët që kemi bën trajnime intenzive për luftë guerile. Kjo pjesë ishte përgatitja për një ushtri moderne që do t'i bashkangjitet natës, dhe unë jam optimist se shumë shpejt FSK-ja prej viti 2018 e ka misionin ushtarak të pranuar,
edhe unë jam shumë optimist se së shpejti do të jetë pjesë e NATO-s, për faktin se brenda FSK-s kemi njësi, kemi djelmusha e vojza të cilët janë konkurrent, janë vlerë, bojnë gara me ushtrit më moderne, më prestigjioze dhe shpesh dalin të partë. Në këtë kuptim pa e anashkalu asnjë shtet. Dalin përpara edhe gjermanëve, edhe amerikanëve, edhe anglezëve, edhe turqëve, edhe pjesës NATO-s. Këto janë sene të njohura, të cilat keni pas raste mi pa edhe në media që ushtarët ose prorët tonë në gara e nxorën vendin e parë. Ato kanë marrë pjesë këto shtete që po flasim. Po shfrytëzoj rastin se kam pas raste më të rralla që takoj njerëz të përgatitjes sikur se jeni ju. Çka do me thonë për ushtrinë dhe për Kosovën që Kosova të jetë anëtare e shteteve të NATO-s? Është mbrojtja komplete e territorit tonë dhe sa ngritet siguria e vendit tonë? Tash kështu, ne po flasmi në kuptimin e misionit që ka FSK-ja. Forca Sigurisë Kosovës ka mision ushtarak, i bazuar në ligjet miratuar në Kuvendin e Kosovës. Kosova e ka shpall pavarësinë dhe ka kushtetutën e cila është njift edhe nga gjykata ndërkombëtare e Hagës me territorin që ka. Kosova, kur është shpalli ka pas 10.887 km2 dhe sot i ka ato km2. Pe flas me kompetencën më të madhe, na mund të bëjmë debat demarkacione e tjera në procesin e demarkacionit dhe kauzën e rrënjshme politike që si shafurtitare me kësaj fare. Unë po dalte misioni i FSK-s. FSK-ja ka mision sigurinë në Kosovë është pjesë e NATO-s, ne kufit shtetëror i mbron NATO, në kuptimin me mandat më të plot si pjesë e tretë e sigurisë. E kem së pari policinë e Kosovës, e kem FSK-n, e kem mandatin e ULEX-it dhe segmenti tjetër është KFOR-i në rast se varësisht prej rrezikeve që ka mund dalin. Në këtë kuptim, roli FSK-s për mbrojtjen e shtetit është roli më i fuqishëm. FSK-ja është organizata ushtarake e cila mision e ka mbrojtjen e kufeve dhe si të tillë do ta trajtojmë. Nuk ka asnjë shtet, dy segmente janë kryesore për me mbrojtë një shtet. Ushtria, zhvillimi ekonomik, popullata në secilin rast. Pa faktori njeri, nuk e kryen punën asnjë aparat, asnjë makinë, asnjë ato të tilla janë. Ne kemi pas e marrë me thjesht raportet me forcat okupatore sërbe që i kemë posë. Nuk do është të mëral detaje, në Zhegovc, unë nuk e kumë po fillimin e kolonës së automjeteve ushtarake dhe nuk e kumë po fundin, po flasë vetëm të një pikë ka ona e Bresalcit dhe Paralovës që ishe njësë në drejtim Zhegovcit, i kumë nëmëru 20 automjete të gjitha llojeve, ne ishme atë 17 ushtarë. Nuk e kryen punën armatimi, e kryen punën faktori njeri. Pikrisht. Duhet tani të kalojmë në pyetje tjera, por duhet vetëm edhe këtë ta marr opinionin tuaj sa është edhe sa janë kufit e Republikës Kosovës të mbrojtura sot. Sot kufit e Kosovës janë të mbrojtura më mirë se kurdoherë. Kosova, ne si qytetar, ne do të jemi të vetëdijshëm. Historikisht Serbia nuk na kalon rahat dhe në të ardhmen nuk pritet që komë na kalon rahat. Ne nuk guxojmë të jemi modest, ta kem luksin se e kem bën një punë dhe nuk do kur gjë. Jo, ata vazhdimisht edhe nga brenda, vazhdimisht bëjnë përpjekje, ato eksplozive, ato TNT që ka gjindën në veri, ato armë që gjindën për shka janë. Pse u bë Banjska? Banjska është një akt diverzant terrorist në territorin tonë, të cilën ata u tërheqën të dëshpëruar. Unë në njësi speciale i kom pyet, normalisht më ka interesu, po më kanë lajmëruar mu bashkëluftar dhe kam qenë i gatshëm edhe prap nëse ka nevoja, po ne derisa kemi policinë edhe njësitë përkatëse dhe kemi FSK-n, ne si qytetar do t'i mbështesim dhe në raste të caktuara eventuale ta tregojmë gatishmërinë. Rasti i Banjskës kam qëlluar në Mitrovic, Musafer, mos të kemi keq kuptime,
dhe kur ka përfundu, u dhanë lajme se përfundoi aksioni, atë kanë qenë aheng familjar, 3-4 vetë, ku më thonë kjo ditë do tjetë historike dhe kjo akt i policisë tonë do tjetë lekcion për shkollat e policisë. E kum taku me një s'po ja përmenem nëse ndoshta gaboj, në njësi të asaj njësi elitare të policisë, po i them që kështu unë ju kum vlerësu atë ditë, tha vinë policitë e ndryshme, e shohin terrenin, befasohen, e studiojnë në përshkollat veta, të regojnë për atë akt, dhe në përshkollat veta, në për ushtrit të ndryshme, spjegohen aksionet e ushtrisë shqiptare të Kosovës që ka ndodhur. Përmenit të dyjat paralelisht, ndërsa për Banjskën, nuk e besojnë ata që ka vinë musafir për vizitë, e kom fjallën në polis, njësi elitare, ku e di se shka janë, po kur spjegojnë oficirë tonë të policisë ose pjesëmarrësit, kur e përshkujnë ngjarjen, ata befasojnë qysh asnjë polis nuk është vra në aksionin për çlirimin asaj pjesëve, pavarësisht që ne lutemi dhe e kemi dëshmurin i cili i pari ka rënë prit, po fjala njësitë elitare, kur e kanë marrë aksionin, me shpërbë ata kriminal, nuk ka pësu asnjë policioni. Kjo është vlerë, kjo është diçka që na nuk e të rast kur flas për policinë, i bëj apel qytetarëve tonë, qoftë në komunikacion, qoftë mërgatës kur të vinë, po dhe policisë atje ta respektojnë policinë. Edhe në rast se unë çështu më to për vetë, në rast se mendoj se policia ka gabim, unë e pranoj me andje urdhën e policisë. Beta pak bësh në 7 pjesa e fundit e një pyetje para prokit të politika. Ose lëm më vonë, ç'është vlerësoni ju, ose e lëm më vonë, ç'është vlerësoni ju. Për aspektin politik të koalicionit për familje. Më vonë. Okay. Por kthejna pak të fillimi, në këto vite të fundit është fol shpesh herë një fjalor këta ose ata. Pastaj ka një tendencë që 20 vitet e kaluara, çka kam lexuar edhe në një intervistë tuaj, është përpjek të zhvlerësohet një punë voluminoze që është bë. Ju e keni kundërshtuar këtë dhe mendoni se është bërë para 20 viteve diçka në Kosovë? Fakt ju mirë keni vërejt atë shqetësim timin, për të cilin i vedeshëm se kur është një opinion i krijuar, është vështirë të rrihet përballë atij opinioni. Ta zëm sukur ujë të turbullt. Po në raste të caktuara do të mira ujë të turbullt dikush. Tani njësi tona të FSK-s e nxjerrën një kufum të një qytetari në Shqipëri. Po. Domethënë është suksesi asaj aty në përgatitje që ka ndodhur. Është nuk ka rastësishme në kohën e fundit kjo fjalori dhe fjalia se për 20 vite shkatruan gjithçka, e ka thonë tjetër kush, nuk është kjo e çka ka pas në Kosovë për më shkatru? Të lutem, ato deshta ta them. Ku me ditë so ato shërbime që kemi brenda, si dim, ata punëtorë të sigurimit shtetëror të Serbisë që po nxinën, e ku me ditë sa të tjerë që nuk nxinën, e për numrin e tyre zëdhënësi i këfurit në fund vitit 2001 ka thonë se janë 20.000 bashkëpunëtorë, 40.000 bashkëpunëtorë të Serbisë në Kosovë. 40.000 ka 10 vetë mi manipulu, bojnë 400.000 vetë. Dhe këto është një shqetësim. Gjithçka kur flitet edhe kur krijohet një opinion për një vlerë, krijohet një opinion negativ, na do të me lypë burimin e asaj propagande të çarqit armiqësore. Mirë e thatë, u harruan shkatrimet, viktimat e Miloševićit dhe Serbisë dhe me një thes u fotën të gjithë akterët e pas luftës se e shkatruan Kosovën. Lutem. A thua janë këto qëllimshme? Po padyshim që janë qëllimshme, por të gjitha këto e kanë një target, e kanë qëllimin të sulmohet bazament i shtetit Kosovës, që janë vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk du të mbroj sendi vet, ama bash asken.
Nuk kam nevojë ata s'ka nevojë që të mbrojën. Unë e mbroj misionin që ka pasur QK-ja, du t'i plasoj. Nëse me që jemi këto edhe misioni i juaj ka karakter më shumë të mërgatës, kisha kalu të kjo pjesë pak, e cila po dhe qytetarët në Kosovë kanë ra viktim e kësaj propagande. Në vend se të vihen në pa mundësit, vlerat, liria që ka fitu, po vitet e parat pas luftës kanë qenë vite emergjente, ne kemi pas nevojë shumë për përkrahje materiale nga bashkëdhetarët nga Mërgata, po me ku dekada e parë ta zëm ka qenë e tillë, po me ku filluan bizneset ndryshme, mundësit të mëdha të ofrohen Kosovë, a më bashkë për çfarë do pune. Milajm, po kthehemi edhe këtë edhe një herë, të lutem. Do të thotë ushtarak amerikanë tha se janë mbi 40.000 qytetarë të cilët veprojnë brenda territorit të Kosovës dhe janë agentë BSR. Një korrigjim të vogël, jo ushtarak amerikan, po zëdhënësi i KFOR-it. Nuk e di çfarë nacionaliteti ka qenë. Në zëdhënësi i KFOR-it, në headquarters, në shtabin e KFOR-it, në ka fundi i vitit 2001, është në media kush don, është kurreshtor, mund të bëj temë disertacionit të masterit për këtë punë dikush dhe të shkoj në arkivat të Kosovës të gjej gazetat. Unë po flas nga gazetë që kam lexuar. Zëdhënësi i KFOR-it 2001, fundi i vitit ose nëntor ose dhjetor ka deklaruar se 2 pika. Në Kosovë Serbia i ka 40.000, 40.000 bashkëpunëtor. Zërat ndryshëm tani nuk i di, po për mediave sene qarkullon ideja ose informata se Serbia i ka pas 60.000 shqiptar bashkëpunëtor, po kjo mund të jetë me vise tjera shqiptarë në Jugosllavi. Mund të jetë. Ndërsa 40.000 e ka thonë zëdhënësi i KFOR-it. Dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm për faktin se po do të dalë prapë të vlera u QK-s, të qytetarët Mërgata mos ta tjetërsën veten nga këto vlera. Në kor ushtarët e QK-s, unë nuk di rast që ka distancu ndikon. Mund tjetë në ai rast në eufori, në që shkem zanat në biseda kur ngritë tensioni dhe në afekti, thot dikuj diçka, personalisht s'kam qenë prezent kor, kur dikush ushtari u QK-s i ka thonë një tjetrit, po ti s'ke bërë kur gjanë për lufta. Jo. Unë kam edhe shkrime, unë kam shkrime, i kam të kategorizume, ai që ka qenë front, ai që ka kontribu në logjistik, ai që ka strehu, ai që ka dhënë ushqimin, ai që ka treguar rrugën, vetëm një kategori aty në mënyrën më thjesht, synd du me apo të cilët kanë qenë kundër, kanë qenë pak. Ata kanë qenë pak. Përndryshe, ushtria shqiptare e Kosovës është vlerë e popullit tonë, të lëmë në individet. Unë si Milajm mund të kem 1000 gabime. Ne të thot gabimi Milajmit, jo gabimi u QK-s. Ne kur flasme për struktura tjera qytetarëve, nuk flasme për gabimet përgjithshme e bën gabimin një gazetar. Ne flasim për gazetarin si individ, nuk thojmë gazetaria. A ka raste kur bojnë gabime, ka raste gabime, mal pa u si thot, tash kërkush nuk thot valla mjek çka e bën, po thot individi. E tjera. Ndërsa, nëse gjithë ndonjë prej ish ushtarëve të QK-s, në ndonjë punë që e merr ligjin, nuk do të thotë. Po do të thonë individët më thonë, jo më thonë e banon QK-ja. Pse? Po mirë, secili do doj, pavarësisht që unë ju falenderoj shumë, jam mirënjohës për këtë temë që po trajtojmë, për faktin se në baza individuale ne vështirë plasojmë këto vlera dhe i mbrojmë. Këto do të duhen në mënyrë institucionale përmes kurrikulave në shkolla e të cilat çalojnë. Do të thotë nuk përfshihet tamam sa duhet. Nuk përfshihen ose fare pak ose nuk përfshihen. Unë mas marr e kam pas një libër. A është kjo neglizhencë pikërisht e institucionit ton apo ndoshta korrigjohen nga të tjerët? Po mirë, nëse janë korrigjuar nga të tjerët deri vitin 2013, se edhe 20 vjet kur flitet për 20 vjet pas luftës, ne kemi shpall pavarësinë 2018, po kompetencat e plota institucionet kosovare kanë marrë vitin 2013. Qartë.
Në 2013 morë kompetenca të plota. Nuk kanë pas, një bebe sa ja ka nisi ka bon me qalu edhe o sulmuaja. Nuk janë këto të qëllimshme, po ne do të jemi të kujdesshëm qytetarë, do të krenohemi me çdo të arrir, pavarësisht nga cilin gjyrën vije, është rezultat, ne ai gëzohemi, të gjithë i gëzohemi, për bëj si pyetje afirmative, rezultateve të vajzave të arta në mundje. Po pa vlerën, pa këtë lu, pa këtu, nuk ishin bon, jemi, tash, një normalisht, qysh gëzohemi edhe me futbolistët, edhe me sportistët, në çfarë do lëmie, ne si qytetar do të me pas pjesë integrale të integritetit vetë si cilit, do të mu krenu, pavarësisht kërkush të t'y lyp llogarisë çka ka bon. Po mbesmi edhe pak të ushtria qërimtare e Kosovës. Jeni luftar i lirisë i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe është të vërtet se janë keq përdor disa emra prej një individi është njollos e tërë ushtria shqiptare e Kosovës. Por diçka që na preokupon të gjithë, diçka që është në tendencë që të na damtoj në masë të madhe, është krijimi i gjykatës speciale në Hagë. Sipas vlerësimit tonë, a ka pas rrugë tjetër, a ka pas mundësi tjetër që kjo gjykatë mos të krijohet, një, e dyta, edhe pse na është thonë që kjo gjykatë nuk e ka cilin që që vlerësoj ushtrisë shqiptare të Kosovës, po do të dënoj individ. Unë e them kështu. Unë jam vetë mjek. Si mund të themi që një trup i njeriut është i shëndosh nëse dora nuk funksionon, këmbët si funksionon, zemra si funksionojnë, thojmë është i shëndosh. Kur të gjithë komandantët e ushtrisë shqiptare, zonave të ushtrisë shqiptare, përveç njerit sa di unë, nuk janë që si kanë provu dyrët e burgjeve dhe tash dënohen krerë të UÇK-s edhe të thuhet se nuk po dënohet ushtria shqiptare e Kosovës, po disa individ. Çka mendonin këtë drejtim të lutem? Është sulmi më i madh që i ka bërë shtetit Kosovës, është gjykimi në opinionin tim pyet ashtu po përgjigjem. Por ndryshe a ka pas rrugë tjetër më votu ose mos më votu, nuk du të spekuloj për faktin se s'kam qenë pjesë e tyne, edhe është e vështirë prej kondit sudit, por ne po dalme te zana. Jo, vetëm në atë kuptimin, po mos të kish bë vetë Kosova, kush do të kish bë dhe a kishte qenë ma keq e ma mirë? Po nisim me pjesën e fundit. Nëse se kish bë Kosova, kish bë KB-ja. Ashtu? Po ta bën të KB-ja, është veto ruse edhe kineze edhe 100 vjet nuk ish shuk kjo gjykat. Nuk ish met asnjë ushtar që pa marrë. Unë kisha dalë te arsyet pse shkaqet, pse erdhi te kjo. Ne 2012-ën u pranu shteti i Kosovës gjykimi i gjykatës ndërkombëtare të Hagës se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e cënon ligjin ndërkombëtar, nuk mund të mirët si precedent e tjera. Na pedim dhe aja javnoj kapokun aspektit shtetësisë Kosovës në kufejt e pranuar. Të lutem theksojnë kufejt e pranuar se u bë lojë, u bë politikë, kanë kriju kauza të rrajshme rreth kufejve. Çka ndodh? Çata çka i ka thonë zodhen si këfurit, çata 40.000, kadal e ndërtu një narracion, e bon një akuzë jashtëzakonisht tolit, cila është aja trafikimi me organe njerëzore. Ne nuk kem pos fasha, nuk kem pos në shikë në malë brejnë ako. Në çfarë kushte du të me pos më koni transplantin e organi? Aja bënon pyetjen gazetarët sërb nëse s'gabojnë Graçanicë Kushnerit, ha? Po Kushnerit atëherë. Kushnerit e bënon pyetjen. Tha, je i çmendur, çfarë përgjigj pa thonë? Pikrisht kjo është. Tha, je i çmendur, tha, çfarë? Edhe u kesh kështu pi bisikletit. Baza e aspektit legal për krimin e gjykatës së Hagës është raporti fam keq i dikimartit, i cili u ndërtu mbas shpifjeve edhe etiketimeve që ka ditë veç utba me bon. Falni për një digresion.
Po ashtu ka qenë një shkrim, kush ka interesim më të madh gjinet nga për arkiva, se shkrimi ka qenë në gazetat tona, dyshohet edhe ka prova se në podrumin e spitalit ushtarak në Beograd bëhet trafikim me organe të kufumave edhe të zhdukurve shqiptarë. Qatë çka është historikisht na e dim atë serbët, të flasë për gjeneratat e reja se janë pak si nuk kanë informata edhe nuk kanë posë kumilizu këmini këto sene. Na historikisht e dim se serbët janë gjendje me bon, me sakrifiku dhe fëmijën e vetë për çështje kombëtare, madhore të tyre dhe mi fajsu o Qimi shembuj plot. Rasti i fundit ishte në pej Lakolipanda. Po ashtu dyshime ka të mëdha edhe në fshatin Groske Vjetër, ku është aja memoriali për ata viktima serb, që dyshime të mëdha edhe për ndërkombëtar kohës ato kanë bërë serb. Tash ata çka e bojnë vet, mundohen më nai hedhë neve, dhe ata arrin, ata e bojnë, as laf se bojnë, smujmë me plasu as media, as të fakturin ndërkombëtar, as të opinioni, mi bojmë, sa masakrat i kanë bojnë ata dhe ne, sa vështirë kemi deportu të drejtën tonë me mbrojt. Ata i kanë mërri në Parlamentin Evropian, kanë mërri me nxjerrat fare rezolute, edhe për çatë rezolut, për çatë akuzë, unë menoj për atë kohë ka qenë arsyeshme pranimi i liderëve të luftës edhe liderëve të cilët kanë lobu atë kohë për miratimin e kësaj gjykate, por me dalë, me sakrifiku edhe vetën, me shkuna për bugje dhe me mbrojt, me prova kauzën e lirisë, e cila o manifestu përmes ushtrisë të Kosovës dhe me demantu atë akuzë se ne smujmë për një gjë nuk e kim. Ushtria Shqiptare e Kosovës nuk ka vrarë civil, nuk ka vrarë fëmijë, nuk ka bërë masakra. Cilla masakra ka bërë çka? Zero, asnjë masakër se ka bërë. A kem pas në mundësinë popullat civile? Po kem pas mundësi. Po kthehemi mbrapa në histori. A kem bën ne prej Komitetit Kombëtar të Mbrojtjes së Kosovës në Shkëndër pikat e tyne, ordni i tyne që ka qenë. Nuk vrasmi civil, nuk dëmtojmë bagti, nuk dëmtojmë bimet, nuk dëmtojmë civilet, vetëm ushtarin me ushtarin front. Qështo historikisht ne kemi bërë këso lufta. Dhe normalisht që liderët e UÇK-s e pranun të bëhet kjo gjykat dhe të dalin të shfaqsohen nga akuza se Ushtria Shqiptare e Kosovës ka bërë trafikim me organet njerëzore, njerëzve. Çka ndodhi? U bën këtë akuza, nuk përmenet kjo çështje. Këtë akuzë o botë pastaj qesharake. Me ato që i kemi po, në këtë akuzë nuk është si pikë e trajtuar problemi shtëpisë verë. Çështja e shtëpisë verë. Një edhe dyta nuk janë trajtuar edhe këtë pjesë derisa im këto, sa është menduar që do të trajton vrasit të pas luftës, që janë vrarë për 50 ushtarë dhe njerëz të tjerë, të cilat organet tona do të marrë me to, nuk janë pjesë e trajtimit kësaj gjykate. Çka ka qenë misioni tyne? Misioni tyne ka qenë me sulmu shtetin e Kosovës. As kanë mujtë ata me pritë edhe 6 muaj me përfundu presidentit Thaçi mandatet dhe me marrë si individ. Jo, ata kanë deshur me barazu me Miloshin, edhe neve më na mu viktimizu serbët, edhe ne me dalë agresor. Në rastin më të keq, që nuk besoj që ndodh, dënimi eventual i krerëve të luftës pason këtë akuzën e menjëhershme ndaj NATO-s dhe rrjedhimisht kriminalizimin e shtetit Kosovës. Sulmi më i madh në gjykimin eventual ka me qenë sulm ndaj bazamentit shtetit Kosovës. NATO si thuhet nuk e bë, ti ke përkrahur një organizatë kriminale. Dhe ata prej fillimit e mbarim propagandën prap edhe gjykata e ka bërë të tillë propagandën se pigjikon individit. Nëse individit pigjikon, pse ki titullu organizatë kriminale? Ndërmarrje kriminale. Bukfalisht ndërmarrje kriminale. Bile, ndërmarrja nuk është individ. Fiks nuk është individ. Do të thotë edhe këtu me këtë term ndërmarrje kriminale nuk e ka qëllimin që të dënohet një individ, po të dënohet një diçka. UÇK-ja si ushtri, në bazë së cilës ka ndodhur bombardimi pastaj i NATO-s do të jetë kriminal, NATO do të shpollat organizatë kriminale dhe faktikisht kështu do të jetë. Ata që ju kanë gëzuar
kësaj çështje dhe që i gëzon edhe sot në komente, aneksone besojnë komente pjesa dërmuese, ose janë sërb, ose janë aja kategorie ati 40.000 që folëm, por ndryshe në ka mundësi një shqiptar normal më ju gëzu gjykatës speciale. A ka mund ma mirë, s'ka mund ma mirë. Ka mund kuvendi i Kosovës, ka mund ma shumë e bon. Institucionet e Kosovës kanë mund gjatë mas arrestimit e sipër. Ta zëmë në mandatin e kalum, ka mund kuvendi i Kosovës, i ka kalum mandati i caktum dhe ka mujt me thonë ne nuk e vazhdojmë këtë mandat. A kishte mujt edhe këtu, sipas vlerësimit tim, pas shpalljes së aktakuzës, kur shtëpia e verdhë nuk ekziston askund, kur masakrat nuk ekzistojnë asnjë sepse edhe s'ka pas. A ka mund pas kësaj, a ka logjik që të ekzistojë më kjo gjykat kur qëllimi kryesor, arsyeja kryesore për krijimin e kësaj, unë e quaj këtij monstrumit të drejtësisë, ka qenë bazuesi është bashkë shtëpia e verdhë. Andaj pse të vazhdoj të nuk ka arsye, absolutisht nuk ka arsye të ekzistojë kjo gjykat. Kjo gjykat edhe vepra e prokurorëve dhe gjykatësve në Hag është vepër diskriminuese. Aja gjykat i gjykon ekskluzivisht vetëm ushtarë shqiptar. Pra në që ka pos ushtarë turq, ka pos bosnjak, ka pos ashkali, ka pos rom. Jo, këta nuk gjykojnë. Mos flasmi për sërt për krimet që i kanë mu. Kjo është gjykat diskriminuese anti-shqiptare. Edhe vetëm e njanshme. Edhe e njanshme. Pastaj, trajtimi që ka bot burgusërve shqiptar, i të i kalënë çdo trajtim që ju ka bot kriminalve sërb, ata e në dënu, po që si trajtimi nuk kanë pos. Mos lejimi vizita familjare, mos pesmore në varrimin e familjarëve tyne që kanë do mbajtja, edhe mbajtja gjatë në paraburgim. Kanë mund ata ka pos shteti që kanë ofru, faktikisht shteti jonë me vonesë, ose fare, thash, nuk jam i sigurt ai rast që është ndodhi, po e di se shtetet tjera ofruan, nëse s'gaboj Austria, Turqia, Shqipëria, ofruan siguri për me mojt, se do t'i kthejnë kur mohët gjykimi, shteti jonë ka bo pak në këtë drejtim, jo është, çdo herë kanë kalkulu me vlera monetare, 15 milion, 20 milion, 30 milion, të cilat nuk janë kur gjon për me mbrojt shtetin e Kosovës, ata avokat kushtojnë, ose i krahasojnë me shpenzimet që i kanë bo kratët. Ilahim, i kam 3 mendime dhe faktikisht vijnë edhe si pyetje. E para është Dik Marti, është e çuditshme se në fund, ka fundi jetës së tij, është zbuluar një paralajmërim se ka gjasa që të atentat në vritet. Krijohet një atentat në të. 2. Sa i përket ofrimit të dokumentacioneve të ndryshme të prodhuara nga Serbia që janë për mua totalisht papranueshme, sepse nuk mirën dokumente faktike nga një armik, por mua më pengon shumë edhe ndihem vërtet shpeshherë dhe aq i zgënjur kur ndëgjoj edhe nga pala shqiptare, nga pikrisht nga e 40.000 që kanë ofru vetëm e vetëm për një ashtë, për të ndruar identitetin e tyre, për të ikur jashtë, për të krijuar dëshmi të rrejshme për hjekjen e fytyrës së tij. Do thotë për të dalur jashtë, për të krijuar, për të gjetur një strehim, kjo më pengon, kjo më dhem shumë. Por të pyes pse, kush mendon, kush ishte arsyeja që të krijohet një atentat mbi Dik Martin, kur u zbulua që ata janë përfaqësues të shërbimit sekret serb. Pse ata e kanë menduar këtë kur nëse ka dikush, nëse është një njeri, një individ i cili e ndihmoi më shumë të Serbinë është vetë Dik Marti, pse me likviduate? Mirë, ne na dhëm ndihma që shqiptarët i kanë bo zyrtarëve të Serbisë dhe prokurorëve serb për me bo këtë aktakuzë. Për ndryshe, aktakuza e të gjithëve në Hagë shka i kemi, është e përgatitur prej institucioneve të Serbisë, prej prokurorisë Serbisë dhe prej udhëve Serbisë, se themi ne.
a nuk ju kujtohet zëri i Nazim Bllosës që thot në jashtë qenit unë e shti atë, edhe e morme si e kanë bon, që kanë bërë një. E dyta, a unë zunë bashkëpunëtori i Serbisë i Ferizojt duke dashur me bon diçka tillë me viktimat Treqokut? Këto prova janë të mjaftueshme se aja gjykot, ato akte akuze nuk janë të qëndrueshme, nuk janë drejtësi, po janë të qëllimshme, por me, ashtu siç e tham, por me devalvu rolin e ushtrisë ligjore të Kosovës, rrjedhimisht janë sulm ndaj shtetit të Kosovës. Shpresojmë dhe lutemi që ata të lirohen sa më shpejt, i ka ardhur fundi asaj gjykote, dhe unë jam optimist se ata do të lirohen, përndryshe do të jetë skandal në drejtësinë ndërkombëtare. Edhe nga kjo studio thrasëm për drejtësi, thrasëm që krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës të shpallën pafajshëm, edhe duhet të shpallën pafajshëm dhe të kthehen Kosovës. I nderuam, ishit edhe kandidat për deputet parlamentin e Kosovës. A na jep vetëm, nuk është më rëndësi ajo ana se a keni fitu vota, apo s'keni fitu, por mua është më rëndësi ajo praktika ju, çka pat gjatë asaj fushate? Unë personalisht kam hezitu të jem aktiv në politikë. Mund të them se a politikë s'kam qenë asnjëherë. Kanë interesu çështje politike, sikur gjeneratës tonë dhe shumë të tjerëve, për faktin se ka qenë esenciale për shtetin, jo për çështje personale individuale. Ligjet antifamilit që ofruan që dolën për votim në Kuvendin e Kosovës ishin aq të ulta, aq të dëmshme. Sa që ndikun tani edhe në rezultate. Ndikun edhe në rezultate, dhe ato ishin faktori kryesor që më mshtyn, dhe edhe sot e them, miratimi eventual i atyne ligjeve, për nga domi është më shumë i barabartë, ose më shumë se sa një tradhti kombëtare. Në kom thonë edhe gjatë fushatës apo studio televizive, edhe kom thonë arsyen. Me një tradhti kombëtare, di tradhtari, kem pas gjatë historisë, po me gjithat populli mbetet, mund të bëjë domi për një fazë kohë caktuar, populli këndellët, shimi këndell, jemi si prej Feniksit, apo katërahura në histori, dini dhe më mirë son si ka kalu populli shqiptar, po me gjithat ka me dikush, vjen momenti organizohet dhe çlirohet. Nëse ato ligje miratohen, e si pak të tilla, asnjë shtet në Evropë nuk i ka. Asnjë. Pakoja e ligjeve që pret në kuvend e shpresoj që mos del kurrë në votim, asnjë shtet si tilla nuk i ka. Miratimi eventual i tyne do me thonë të kurrje popullatës, sulm i vlerave të familjes, familja është celula themelore një shteti. Nuk ke familje të shëndosh, por është e shenjtë normalisht për neve, dhe është e shenjtë, nëse s'ka familje të shëndosh, nuk ka shtet, nuk kiti njerëz. Ata që po lëbojnë për ato politika, okej, në të bojnë ata familje, në të shtohen. Jo, ata e në zhdukje, ata nuk shtohen. Ata nuk shtohen. Qka edhe një tjetër shumë ndishme i ndërum. Populli jonë, populli shqiptar, dhe më shumë pjesa knej kufejve londinez, ndoshta jo më shumë, po flasme për këtë pjesë. Për nga gjaku, dihet botërisht se jemi popull fisnik. Nuk kem pas martesat përzijera. Besoj që dhe ma shumë se sa në Shqipëri. Se në Shqipëri janë mbetë ato minoritetet, pavarësisht që ndoshta ju ka imponu mu deklaru shqiptar, kanë qenë tillë dhe nuk pe kanë problem të azëmë një pjesë ka una Shkodrës me orë më martu me Sërbë të Verit Kosovës, ose edhe në brenda në Serbi. Pe flas pi praktikës me meshin Shkodrë ku kam folë, nuk e besonin si tillë se ne për sa kohë në Serbi s'kem pas martesat përzijera. Kanë qenë 2-3 5 nuk kanë qenë, sa jënë gishtan këtë ndërë se jemi interesu, ma pak kanë qenë martesa kur gratë shqiptarin martu me Sërbë. Tash, qka kanë dasht me qëto ligje? Qelizat, grave, vajzave të pa martu me se grave pa bura, më ju mundësu 7 zani me qelizat të pa njohura, mos më ditë donatori kush janë. Dhe dihet, mjekët e dinë se donatorit më të mëdhaj dhe kanë pranu, ata që mirën me qëto spitale kanë pranu, se donatorët më të mëdhaj janë Sërbë. Me qëto ligje, përdojnë që qelizat sërbe me ordë me shtinë farë se thimi të ne.
Prandaj domi është asi. Ashtu, për shkak të kohës po mundohem që të jemi racional. Kam lexuar në disa shkrime tuaja për Mërgatën dhe që falenderoni për ndihmën që ka dhënë dhe që ka kontribuar gjatë gjithë kësaj. Por nuk duhet të kyçem në atë pikë. Duhet diçka tjetër. Si e mendoni, Mërgata, a duhet ta ketë një ligj të vetin, për të cilin edhe duhet zgjedhjet të bëhen në mënyrë me një ligj tjetër që Mërgata të votoj për Mërgatën, Mërgata të ketë përfaqësimin direkt nga Mërgata në Parlamentin e Kosovës, sepse e pam se në këtë mënyrë mund të bëhen keqpërdorime, mund të bëhen ofendime, sikur se fillon të bëhen, dhe në një mënyrë asnjëherë nuk kemi një përfaqësim direkt të Mërgatës në shtetin e Kosovës. Mendoni se duhet ketë edhe vende të rezervuara për Mërgatën tonë? Ju e përmend edhe atë mesazhin në kuptimin që unë ju mbora vesh shumë mirë, institucionet tona, ose ma mirë me thonë partitë politike, vazhdojnë të shohin Mërgatën, që ne e kemi po Mërgatën, themi bankomat deka viti, dekada e parë para luftës. Kur na duhet e kemi. Dhe në këtë kuptim, pe ilustroj në këtë kuptim metaforik, sot politikës tonë Mërgata pivyn vetëm për vota. Po të ishin të sinqert, do të bëni një ligj dhe ajo ma korrekte. Mërgata i din cilëtin përfaqësues ma denj. Ne dëgjojmë, dim se ka parlamentar të konë të landeve ose të kantoneve, kemi disin Zhenevë, kemi shqiptarë që është pjesë e Parlamentit Zhenevës apo Lozanës apo jo. Kemi politikanë në Zvicër edhe në përvise tjera që janë aktiv, besabesë në shtetet skandinave. Pi përmeni këto rase për të një rezultat që thatë edhe ju, Mërgata më së miri din kush mund të përfaqëson nga këto. Dhe për të qenë korrekt, politika jonë me Mërgatën do të bëhet kjo ligj. Ti cakton disa vende, të hjekën mo vende të diskriminuese tash ndaj burrave, kuota gjinore. Kuota gjinore definitivisht do të mu hjek, për faktin se nëse kanë qenë të arsyeshme në fillim për shkak të konservatorizmit të ne që ka qenë edhe për shkak që nuk kanë qenë mjaftueshëm gratë të përfaqësuara, po për atë ku mund të ketë pas arsye o bon si e bon. Ndërsa tani, derisa ta zëm në Kuvendin Komunal të Prishtinës, pa kuotë gjinore të i kalohet 30%. Domthonë janë gratë zëja, të cilat marrin vota, kështu ndodh edhe te partitë e mëdha, unë besoj sidomos te vetëvendosja, nuk i komë numëru, po mund ta ketë kaluar kuotën gjinore pa e shfrytzuar kuotën gjinore. Domthonë ka për mi 30% kandidate gra dhe s'ka pas nevojë. Çka ndodh tani? Tani ndodh se bëhet diskriminim për burra. Unë mendoj që kjo e paras do të jeket në Kosovë, mos të ketë kuotë gjinore, po të ketë kuotë për Mërgatën. Edhe kuotë jo sa për të thënë, po të ndahet nashta për Shtetet Bashkuara të Amerikës një parlamentar, Shtetet Skandinave një, Gjermanofolëse një, dikon rreth, mendimi im dikon rreth 5 deputet të jenë të rezervuar. Se edhe një gjash që ta ketë një grup parlamentar ndoshta. Po e se me nova, thonë ma mirë, fiks. Vërtet është një preokupim që i preokupon shumë mërgjimtarët, por ta dim një çështje. Mërgjimtarët janë shumë më të interesuar se çka po ndodh në Kosovë, se sa vetë qytetarët tonë rezident atje. Andaj po duhet kthehem pikërisht në aktualitetin e tashëm. Milajem, kemi zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit, kemi partinë fituese me 51.1 ose 10%, kemi tash certifikimin e zgjedhjeve për cilat u pa dhe tash se çfarë çrregullimesh u bën në për komuna, sidomos për kandidatët. Pastaj kemi krijimin e institucioneve, krijimin e qeverisë dhe vjen në fund presidenti. Çka mendon Milajem Sulejmani, a do të kemi shpejt te i kalim këtij gërçi i cili e dëmton Kosovën me miliarda euro?
mendoj se Kosova nuk se ka kaluar ngërsin politik të krijuar me non shkurt. Duke I ditë, a isha aktiv më shumë, duke qenë kandidat I atij koalicioni I cili megjithatë I pengoi këto miratimin aty në ligjeve, doli kundër në një dhe në farë mënyre partitë tjera politike ndërgjegjësuan për këtë çështje, e cila do dohet të ketë nivel të kauzës ngritet për rujtjen e familjes, për faktin se partitë janë nisën më marrë me familje, propozonin, premtonin Ministritë Familjes, fillon ndihma, paketa ndihma grave, fëmijëve tjera. Unë kom pos me datën 9 shkurt, duke I ditë ato rrethona, edhe kur duri rezultati zgjedhor, e kam postimin, dyshoj dhe drej se Kosova po hen në një krizë qeveritare, 9 shkurt 2025. Asesi nuk e kam mendu se bon 50 seanca, shkon viti 2025 dhe nuk konstituon kuvendi, nuk zgjedhet qeveria legjitime, e cila por vlerësimin tim dhe tyresve nuk ka qeveri legjitime. Këta që janë ministra, janë deputet, kanë qenë, po flas para 28 dhjetorit, kanë qenë deputet legjitim, të cilët është dashur të japin. Na jemi sistem parlamentar. Parlamenti zgjedh qeverinë, pedimin të gjitha. Pushtetet janë të ndara në këto sisteme. Të ndara, parlamenti është I ndarë, gjyqësori është I ndarë, ekzekutivi është I ndarë. Është konflikt interesi të jetë të njëjtin kohë deputet dhe të njëjtin kohë të jetë ministër. Do të thotë këto është bën I gabim I qëllimshëm, kanë mundë zavens ministrat, zavens kryeministrat ta kryejnë punën detyrën e ministrit dhe të gjithë ata të cilët kanë qenë të zgjedhur deputet legjitim të certifikuar të japin ndërheqje nga pozitat qeveritare. Unë nuk e di a do të ballafaqohen ndonjëherë me pasojë ligjore kjo shkelje që ka ndodhur, po situata e tillë viti shkoi, pastaj dini soherë në gjykatë kushtetuese, insistimin I kandidat, mënyra e zgjedhjes, në farë mënyre ka elemente të sabotimit të shtetit, se nëse duke pas parasysh edhe konstelacionet e geopolitikës edhe rrezikun që paraqesin edhe që është pi Serbisë, çdo herë do të jemi të kujdesshëm, do dohej sa me parë të krijon institucionet. Zgjedhjet e 28 dhjetorit shpërfaqin diçka tjetër e cila po fol edhe më herët, por nuk është menduar se në atë nivel bëhen manipulime, vjedhje të votave edhe brenda subjekteve. Edhe pse është pak ka shumë, ka pas simptome për... Ka pas, po o menu personalisht, ko menu që mundësit, janë kamerat, janë këto janë mundësit e vogla, opinioni që e unë ko menu që shto. Nuk e ko menu që ka shumë mund vidhen të dëmë të njëni tjetërit. Ani pse në rezultat doli se vetëm një deputet të ndrui komunitetit turk, po ishin me mira vota, mos t'i përmen dihën ata, e të cilëve nëse më dëgjoj një bëj publikisht apel, tërhjeknë për disa vite nga skena politike. Të kanë dalë 5.000 vota të vjedhura, po ç'është po dalë në televizor ma? Është e çuditshme. Është e rëndë. E tashti. Hajde tash krijimin e rinumërimi i tyne ka dhënë shaja se nuk kanë qëllim, nuk janë gatishmëri, nuk kanë gatishmëri shpejt I bën institucionet. A ka dëmtuar imazhin e shtetit? Po ç'është ka dëmtuar imazhin e shtetit kur nuk ka kredibilitet. Zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk kanë kredibilitet. Kur bëhen gjithë këto parashtrohet pyetja, a janë bolla të tjera që s'dihen? Do të thonë janë mshel ato. Janë mshel nuk dihen. Keq që shke, por mos me pas probleme shteti, mos me ndodh kollaps, do doje sa më shpejt të krijohet qeveria e cila po zhagitet. Po parashit se brenda 24 orëve, 48 orëve kemi certifikimin e rezultatit. Po. Me një herë duhet presidenti ta thret kuvendin. Si e parasheh ti? A do të unë mendoj se po bën të loj jo korrekte, jo ndershme me listën srpske. Rosti Banjskës, edhe për ata që shumë pak din aspekte të
gjyqësorit e kanë kuptu, e kemi posë, a ka mund shpallët, organizat terroriste, sërbska lista dhe të del nga skena politike në Kosovë. Pa i dëmtu qytetarët sërbë të Kosovës, të cilët duhej të jipën të drejta të vazhdojnë të tjerët, se e vetmja lista sërbska si quhet, është drejt për drejt është e lidhur me Beogradin. Ma herët partitë që kanë qenë në Kosovë, lidhjet sërbë sinali korë me Serbi, ama jo në aspektin legal që kanë qenë. Me një anë, qeveria e kishte ndër gjyqësorin, policin të gjitha, dhe përmes policisë kom pyetën e jurista, përmes Ministrisë Punëve të Brendshme, rrjedhimisht policisë, Ministria e Punëve të Brendshme, do duhej nisma për jekin nga skena politike e listës sërbe. Kjo nuk ndodhi. Në KQZ meratohej kuota e financiare sipas ligjit që janë. Aty në kuota financiare me neon ja meraton parët, ja je parët 300.000, 200.000, mirë, aja shumë mos sipas deputetëve që ka i ta kanë. Po ti se ke shpollë organizat terroriste, ja ke dhonë lekët. Kur të vjen hesabit të certifikimit, jo nësë pe certifikaj. Kjo është e pakta hipokrizi. Ta shte prapë se certifikun. Unë të dëraj që ka me fillu proces i pakthim në kushtetuse, me kalu afati. Është edhe ma shumë se kjo, vendimi gjykatës kushtetuse, që në krijimin e institucioneve para këtyre zgjedhjeve, Nenad Rashid u shpall si antikushtetues. Tash një farë mënyre të ka qitë para një akti kogjo të krym, ose ki me votu dikën nga lista sërbe për nën kryetar të Kuvendit të Kosovës. Tash e dim të gjithë se ai vend nuk ka ndonjë farë vlere ekzekutive ose gjatë tërë historikut shtetit Kosovës, nën kryetari nga minoriteti sërb, nën kryetari Kuvendit të Kosovës, kur bledhes ka ofis. E tash, a e vlen që të bëhet përsëri një zhagitje, kur e dim se tash kemi deri me 4 mars zgjedhjen e presidentes, kur e dim buxhetin që duhet mu aprovu për vitin 2026, kur e dim që kemi në pritje të mjeteve të Bashkisë Evropiane dedikuar për Kosovën, të cilat do të humbin me përqindje ato. A e vlen që të ndalime në këtë? Kur janë këto pyetje me konstatime, normalisht që nuk e vlen, unë e përmena pak, po padosht me ngritë zhgënjime, unë e përmena elementet të sabotimit. Personalisht, unë e shoh elementet të sabotimit. Deri sot ina qëto që i folëm, ki mundësi, popullit ka votu, kënë që shkenë jënë votat tua, i ki kaq deputet, grahe, partitë politike, ose në të bojnë opozitën? Qka është qëllimi? Sabotimi bëhet gjithmonë për një qëllim të hapit dytë. Nëse edhe me 51% të fituara nga zgjedhjet, prap shifet një farë sabotimi, atëherë ku po shkojmë? Inderum, aty ku ju dhem, juve më dhem edhe mu. Dhe unë menoj si cilit qytetar të Kosovës. Tashti dikush mund t'jetë ma informum, dikush ma i par informum, dikush e ka për një perspektive, shikon tjetër e shikon për tjetërës perspektive. Po ne, po ju rikujtoj vesh një qështje. Por mos me fol shumë rreth asaj që pedim, e që ka elemente sabotuese. Qështja është kjo. A e dëgju t'i lojmin se pjesëtarët e forcës së sigurisë Kosovës e pa ditën ministrinë? A folim na dhe që thash për këto vlera? Unë e di dhe me tepër. Po s'tu mi thonë. Unë e di dhe me tepër. Kthehemi na këthen çështja të Defender 2023. Kur kanë qajt ata oficer, ata ushtarë, cilët kanë punu 2 vite në planimetri, që nën kupton, ka shku NATO o kthy NATO, me thjeshtu, kush ka punu ndonjë tim diplume, ja qënë mentorit ta kthen, dhe sot mirët verzioni drafti final. E njëjta ka ndodhur, janë bo planet, për herë të parë Kosova ka marrë pjesë
me njësi komanduese 2023, më herët ka marrë pjesë me njësi më të ulta pa përgjegjësi komanduese. Për herë të parë po merr 2023, Kosova pjesë në Defender 2023, trajnimi manevra e NATO, ju ka miratu planimetria, është bën ekzekutimi. Ka pas ceremonia më bon ditën e hanë, ditën e premte, për çështje tani i noteve, i shkon urni FSK-s je e larguar nga këtë trajnim. Milajim, jemi ka fundi emisionit. Më beso kur sa ma shumë njeriu që të lexon dhe të din disa gjëra, ndihet ma keq. Inatet gjithmonë janë përdor edhe në shtetet e perëndimit, por inatet për më ngrit. Jo për më frenu, jo për me të rëzu ty, por për me të ngrit ty dhe me të zanë vendin ty. Këto inate, këto përqarje, këto do të na çojnë në atë mas shumtin ata që kanë kërkuar miqt për ne. Edhe fatkeqësisht, historikisht, po që kthehemi ngjarjeve tona, në momentet gjithmonë kyçe, faktori shqiptar ka qenë i shkapërdyrë. Por sot jemi tash ku jemi, kam një pyetje kështu shoqërore, Presidenti i Republikës Kosovës do të zgjidhet apo jo, do të duhej të zgjidhej dikush tjetër nga që do ta kishte pas një konsenzus të përbashkët unifikues, por pse mos zgjidhet dikush nga Mërgata? Me besoni që kemi njerëz aq të përgatitur, aq të ditur, që do t'i lenin në gjumë shumë politikajt tonë. Unë javën e kaluar kam pas një emision dhe kam pas një profesor të ndershëm këtu në emision, që nuk duhet t'ja përmendin një herë emrin, por për mua kishte me qenë një njeri që do t'i përfshinte të gjithë shqiptarët kudo. A thuhet do të mund të vije edhe këtu te inatet që i përmendëm deri tash, që edhe këtu të bëhet ai inati dhe të mbesim prap që të shkojmë zgjedhje edhe një herë. Nderuam, ne e përmend që historikisht situata është ashtu si e tillë. Ku janë senet të dhimbshme, ne nuk bëjmë politikë për popullin, për vendin, po bëjmë politikë me popullin. Ne në vend se, kur janë çështjet madhore, edhe kur është armiku i përbashkët, të ulën flamoj partijak, ideologjik, çështje në ul në momente të caktuara, dhe kjo e dhimbshme që veç ne kur jemi shumë zor bëhemi bashkë. Jo. A ka t'i krahasojmë ne, a ka dikush që tjetrit ndonjëherë ka puna e marrë? Jo veç e marrë kur jam, po shkojnë ato sene. Mbase është të trashëguar mendësia që shteti jam mon. Unë e kom pas sloganin e shkurt. Dhe shkon me mua. Unë e kom pas sloganin. Shteti nuk do t'jetë shërbim të partive politike. Në komunizëm a ka qenë. Përkundrazi, të gjithë ne edhe shtet, të gjithë ne dhe partitë politike në shërbim të shtetit. E marrin partitë politike, e marrin qeveritë, dhe thotë shteti e mon, nuk nin për gjykat, polici zguzon me dënum, dënë konë çdo herë, nuk shkon çashtu. Por ndryshe, Ilajim, a ki diçka me thonë, me shtu? Unë unë mendoj se Mërgata edhe Mërgimi, ndonë se ju shmangët, ose i keni pa të bindjet e mia. Arsyeja nuk është diçka, por është edhe e kohës, po edhe dyta që Mërgata tash është prezente kudo, edhe është shumë e vetëdijshme, nuk është më Mërgata, nuk është ai punëtori i thjesht, por Mërgata është një kapacitet i lartë kudo që në çdo institucion vendin ku jetojmë ekziston. Andaj për mua ajo do të vazhdoj, sepse kemi Mërgatën më të fuqishme dhe më të mirë që ekziston. Qëllimi im kishte ai që
të ndëgjojnë nga ju se Mërgata duhet të përfaqësohet ndryshe në Republikën e Kosovës. Edhe unë jam informum dhe di njerëz që punojnë prokurin në shtete ndryshme, janë avokatë në shtete ndryshme, janë drejtor spitaleve në shtete ndryshme, janë oficerë në shtete ndryshme, të gjithë e mira është se të gjithë kanë nostalgji për Kosovën. Kjo është shumë e mirë. Mirë po sot do t'i morën kjo nostalgji. Kjo është e dhëmshme. Mërgata do duhej mas parit ne si qytetarë, derisa më rrim pikën e vlerësimit të asoj që ka tha dikush, jo kush e tha. E ka thonë Milaimi, zban kurqysh, o merë mesazhin, le kush ka thonë. Vlerësue substancë. Kjo është një pikë që neve do të me mrinin në këtë pikë. Por ndryshe potencialin Kosovë, edhe por njerëz të shkollës, e kam fjallën potencial biznisit, se me injoru të gjitha biznisit që ndërlidhen me institucionet qeveritare, ta zëm të injoroj. Ka mundësi... Mendoj se nëse kemi përfaqësim të Mërgatës direkt, shumë më e lehtë, shumë më e fuqishme do të ishte edhe lidhja biznesore në Kosovë. Me të gjitha do të ishte lidhja. Por ndryshe, ona i bëj ftesë Mërgatës që të kthehen të investojnë në Kosovë. Të kthehen të investojnë në Kosovë se tatimin fitim ta zëmë 10%, Gjermani ishte 40% tatimin fitim. Dhe një 2-3 sene do të them nëse më lejohet. Ne jënë bo për llogari zyrtore dhe jo zyrtore për remitencat që vinë që sillen rreth 1 miliard, apo ato sillen. Unë e kam ngrit besoj me një shkrim ose ndoshta në një intervistë tjetër, një çështje, edhe unë i ftoj institucionet ndoshta përmes ambasadave do të mund të bëhej kjo që ka po dua, të provohet, kalkulohet tatimet sa pagun Mërgata tatimin apo shtete. Sa pagun tatim, sa pagun sigurim. Sa në Zvicër, sa në Gjermani, sa në dhe jam mënu, edhe me disa kolegë, jam mënu me bo për llogaritje, dalin shumë miliarda. Jashtëzakonisht shumë dalin. Hadi një pjesë e tyne, jam i vetëdijshëm se nëse ban Gjermani një biznes, edhe i fiton 1 miliard në vit, ose qarkullin bon, nashta si bon që ato të gjitha në Kosovë. Mas në betet, më falë që përdojnë pak, si nashta emocionu se vrasht, po të gjitha ta që dëshirujnë dhe ka nostalgji dhe dojnë të varrosën në Kosovë. Le të vinë për zgjallën e ta shijojnë jetën në Kosovë. Mas ta pritin momentin e fundit. T'ju flasin shqip fëmijëve në shtëpitë e tyre, vetëm shqip. T'ja mësojnë fenë e tyne edhe mos të frikojnë për asimilim. Kemi mbi 1 orë, ose mbi 1 orë e 15 minuta bashkë. Shpejt. Ishte vërtet kënaqësi, ishte për mua një privilegj që të pata mysafirën e emisionin bashkë me Sali Sefën, duke ju dëshiruar mas pari mysafirit tim që ka ardhur prej Kosovës sot dhe që ishte kënaqësi ta dëgjoj në të gjitha sferat që bisedum, unë duhet të ndahem me ju dhe t'ju uroj gjithë të mirat, çdo shqiptari, kudo që është. Dhe kërkoj që gjithmonë ta kemi parasysh. Shteti është mbi të gjitha që duhet ta ruajmë. Partitë politike janë që duhet të udhëheqen, duhet të zgjidhen, por kur është në pyetje shteti duhet të bëhemi bashkë. Andaj, miru pafshim në emisionet tjera të radhës, uroj që t'ju shoh të gjithë shqiptarëve mirë e ma mirë. Faleminderit Milaim që ishi me mua. Faleminderit shumë, ishte privilegjimi edhe kënaqësi jashtëzakonshme që të kam mundësi të drejtohem opinionit përmes televizionit juaj. Ju falenderoj, më keni treguar që keni pas këto probleme shëndetësore që i përmend, dhe kjo e shton edhe më tepër vlerën e këtij misioni që keni sakrifikuar këtë ditë dhe këtë pjesë shëndetit tuaj. Uroj dhe shpresoj që takohemi për të mirë dhe për fund edhe një herë i përshëndes të gjithë Mërgatën apo të gjitha viset kudo që gjenden. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zoti drejtor, të përshëndesim edhe ty dhe punën që po e bën për Mërgatën dhe televizionin Syri. Natën e mirë edhe miru pafshim.